Orën e parë, si elektricist, kam qenë në moshën 29 vjeç. Me dedën të ka personifikute? Unë kam përjetu disa herë në Borë në Akull. Çfarë mendon ti Zef për që është mëkati më i madh i njerëzit? Mëkati më i madh ky është. Nëse abuzon me mirësinë, me mirësjelljen e atij tjetrit, me besën. Këtu jam tek marketi, mini market Doda. Po. Mini market Doda. Edhe kam ardhur me të bërë reklam sot o Zef. Të vinë gjithë ndaloj këtu në Reps tek marketi i Zefit. Faleminderit, po, jemi zone braktisë vendi, komplet. Vërtet? Këtu, kur është shpallë qytet, qytet, ka pas 4.000 banor. Në Reps? Ishte kusht. Që për tu shpallë qytet, do të kishte këtë sasi banorësh. Edhe këtu ka pas 4.000 banorë. Nërsa sot, nuk janë as 150. 150 veta që kanë mbetur këtu? Po, që kanë mbetur. Wow, sa pak. Edhe, desha me thonë se s'kesha reklamet të mbash, është kohët. Nuk ta shtoj do të fluksin e njerëzve. Jo. Ti vetë ke lindur këtu, në Reps? Unë kam lindur në Blinisht. Në Blinisht. Në Blinisht është shati... Hajde, kalojm nga, e kemi më mirë andej, hajde ta shohim njëherë këtë. Blinishti, sa interesant. Po, edhe kjo është pjesë e Blinishtit. Është pjesë e Blinishtit, edhe kjo qytet, edhe Repsi. Riska dhe dhi këtu të kjo. Por, jemi shpirën, jemi shpime me bakti, me dhi, me dele, me... Po pse i largon të dhit? I largon se mos ka shpinë aty ky. Ka shpinë zotëria, po. Jo rrëza që kemi në përballë është Blinishti, Po. Ajo ka qenë qendra, aty ka qenë qendra e kooperativës Blinishtit, në kohën. Edhe lagje fshatra masanit të tjerë për rreth. Edhe unë e kam shpinë e vjetër këtu poshtë në një lagje seft, quhet ajo. Aty kemi kullën e vjetër. Që e majmë, e ruajmë akoma. E ruajnë akoma kullën? Interesohemi për të po. Është e rënuar apo? Jo. Nuk është e rënuar? Nuk është e rënuar. Po kush jeton tani aty? Mirë, po tani s'jeton kush atje, na erdhëm edhe për arsye pune, por edhe për arsye unë jam vëllezër shumë. Jam 6 vëllezër dhe një motër. Edhe zbanoshmi dot aty në të gjithë. Po, normal. Edhe fillu masanej. Unë dola këtu në Repse, vllai tjetër bani një shtëpi aty. Edhe kështu masanej. Emigrimi pjesën tjetër. Pra ndërkohë tani në këto momente kulla është bosh. Kulla është bosh. Kush ka pas qëndru të kulla deri tani kohët e fundit? Deri në kohët e fundit, baba me nanën, edhe një vlla që tani e kam në Tiranë. Pas atë, shumë aty. Se baba vazhdoi jetoj në kullë? Po, deri para 10 vitesh. Masanej e morëm se hiken edhe vllai hiku në Tiranë, që kishim aty. Edhe fshatar nuk pat aty afër, për ta shumë, edhe ngelen vetu. Vetëm ata? Po, kam nanën aty. Nanën e kam akoma. Vërtet? Po. Edhe, kjo ka qenë arsye që ne kemi lëviz, sepse ngelshin edhe pa energji elektrike, edhe pa ujë, dimri, ishte... Ka qenë dimri i vështirë në Blinisht? Po, dimër vështirë tani kanë... Edhe Repsi besoj, se njëta klimë është, njëta vijë është. Po, njëta vijë. Pavarësisht se tani ka 4-5 vite, se që s'bje boras, nuk kanë qenë dimër të ashpër. Sa vjeç është nana? Nana është 84. Po baba, sa vjeç? Baba vdiq 102 vjeç. 102 vjeç? Po. Wow. Po, baba është martu i kalu në mosh. Sepse është rritje time,
arsye ekonomike, pa mbështetje, pa shumë dhe është martu 36 vjeç. Edhe e ka marrë nënën time 16 vjeçe. 20 vjet diferencë. Ka që diferencë të madhe. Ka që Dhe diferencë. në fakt po bëja llogarinë sepse kur më thej që nëna ishte 84, baba vdiq në 102, thash wow. Si ka mundësi që jetoj baba ka gjatë? Po tani, Me gjithë këto siklete në jetë. po, Ë? nuk geni, është geni, ka të baj, se edhe gjyshi im ka vdek i vjetër, Sa vjeç? baba i babës, ka vdek afër 90 vjeç, por 90 të kapish 90 vite në të kohë. Në atë kohë që njerëzit vdisnin 50, 60. Po, edhe geni. Edhe ajri bjeshgë, pa tjetër. Po, Edhe ajo klima, bën punën e vet. Uj, po. Tani nuk është rritë shku në këtë mosh, ka pas edhe tjerë këtu që kanë vdek, janë rritë po në të njëjtin klime, me të njëjtat kushte, me të njëjtat ashtu po. Po që s'kan shku në 102 vjeç. Pra baba i ka kalu të gjitha kohët. E pyesje ti atë? Baba, E pyesje ti për... po tjetër. Nuk e di, për para 100 viteve, ai sa... Baba im ka përjetue kohën e zogut, Që ka pas qenë baba në kohën e zogut? ja, ka qenë i ri në I atë ri kohë. shumë i Po, vogël. shumë i vogël. Por e ka përjetue, mante men edhe thotë qeverisja e zogut ka qenë më e mira qeverisje që ka kalu vendi. Ato mendon të baba? Po. Kishte përshtypje të mira edhe për kohën e partisë punës, baba. Pse? Po, për arsye se kryesisht që punësoj njerëzit. Edhe i nxorin nga me shkolla, me spitale, me kështu. Duhen vlerësu gjërat. Pra ka Fëmijët qenë e tu zonë këtu shumë. kanë mësu? Po, këtu. Te kjo shkollë? Te kjo shkollë kanë Kjo ka bërë qenë vetëm një shkollë 9-vjeçare. 9-vjeçare. edhe e mesme këtu. Po e mesmja ku ka qenë? Te ke njëjta godin? Bash, po, te ke njëjta godin. Ishte me katet, e mesme ishte në katin e dytë e këto, fillore dhe të vjeçare kati i parë. Pra një godin që ka mbuluar të gjithë të rinjt. Të gjithë, Ka qenë, në fakt Mirdita ka qenë e vetmja principat në kohën e pushtimit otoman. po, Edhe një u ka patur. po, Mirdita, tani këto kanë luajë rol, se që thotë edhe, që lexojmë nga pak pjesë të historisë, për të qenë pjesë e pa, është bo një marrëveshje, shtëpia e kapedanit të Mirditës, bo një marrëveshje me Turkun, që Mirditën mos ma prek. Ka pas familje që u pagushen nga ajo kohë e Turkut për të dhanë informacione, për të mbajt në rregull, për të mbajt, jo regjistrime, jo gjëra. Ka pas. Kam unë një fshatar të timin, është shtëpia atje sipër një kullë e vjetër, ka gjysmëhanën në derën e kullës. Derë? Po, sepse kishte marrëdhënie me Turkun u pagute. Nga Turku për të marrë informacion për Baba si e ka pas emrin? Preng Gjin Doda. Preng Gjin Doda. Tani pse i përmend të tre? Po. Preng Gjin Doda. Gjin është stërgjyshi. Gjini është gjyshi im. Gjyshi jot. Po. Pra, okay. Doda Pra stërgjyshi. baba e babës. Po, baba i babës. Ndërsa Doda stërgjyshi. Po. Okej. Ç'ne ky rregull në këtë zonë? Po, besoj që nuk ka rregull i keq ky. Jo, shumë i bukur është, ky është rregull fantastik, po. Unë bile se kur bam një vjetorin e babës, se i bam varri një varr të thjesht, domethënë po, i kemi shkrujt emrin e babës tim, pra Preng Gjin Dod Leshi, edhe Sherri në fund. Fu e kemi ne. Për ta trashëguar, që ta Leshi dinë dhe Sherri. Po, do më thënë, fillestari është, kështu ka ngel, biles baba na tërgote historinë se pse ka ngel, pse na ka ngel Sherri. U fliste që në atë kohë, kur a kriju familja,
kanë marrë një grue, martuar një grue, kanë marrë diku, në atë kohë, siç merren edhe sot. Mirë, po kjo kishte qenë e martuar, edhe kishte vdek burri, saj. Kjo kishte ngel 7 zanë, me atë burrin e parë. Edhe kur e kanë marrë këto të parët e mi, ju ka thënë, po mos me merrni, sepse unë jam me sherr. Jam me barë. E kuptoj. Jam me sherr. Edhe ka lind fëmia, ka lind djalë, edhe është pranuar fisin të? Është pranuar, edhe emri i ka ngel sherr. Wow. Dhe ju pra ti kur i kujton brezat fëmijëve të tu, ti i thu Zef, preng, gjin, dod, lesh, sherri. Baba i sa ti fëmijë ka qenë? Baba im ka qenë një vllai vetëm. Ka pas një motër, ka vdek e reja jo motër, ka lënë fëmijë, kam 2 nipa. Djem halle. Pra ka qenë vetëm 2 fëmijë? Vetëm 2 fëmijë. Rrallë në fakt në këto zona. Gjyshim ka një histori edhe të dhimbshme edhe të shumë. Kjo shtëpia ime se gjyshim është martu 4 herë. Po si ka mundsi? 4 herë. Edhe baba im ka lind me gruan e 4-të. Ka qenë 60 mbi 60 vjeç gjyshim kur ka lind baba im. Wow. Po pse me 4 gra? Po shumë aksidente, rreziqe, smunje i kanë vdekur. 3 gra. Dhe nga 4 gra që ka pas, ka lit vetëm 2 fëmijë? Ka pas edhe me gruan e parë, ka lënë një vajzë. Edhe ajo ka vdekë vjetër, martuar në Fan. Ato nipa djemtë e hallës kanë vdekë të 3 nipa kanë pas. Kam së nipat e këmë. Por motër, për babë edhe për nanë ka pas vetëm një. Si ka pas kjo zona juj këtë ndarjen e djalit edhe të vajzës? Blinisht, të repsi, kur vjen punat e trashëgimia? Gjithmonë e ka marrë vetëm djali? Po, realisht, tani ka ndryshu gjërat. Ka ndryshuar? Tani janë ndryshe, tani është edhe vajza është pjesë e e ndarjes edhe të tokës, edhe të banesës, edhe përveç se i takon edhe me ligj. Po edhe ky lloj mentaliteti është heq edhe nga njerëzit tani, sepse ka qenë. Vajza nuk kishte pjesë në tokë as shtëpi. Deri sa shkonte së jeta edhe atëherë kanë pas ndodhur probleme ndarje gjëra. E kishte vjenin aty të shtëpia, po, të prindërit. Kthehej? Kthehej. Ke dëgjuar ndonjëherë në histori kur kthehej vajza në shtëpi? Pranohej apo jo? Pranohej. Pranohej, Nuk pranohej nëse u ndante për arsye morali. Atëherë nuk u pranonte. Nërsa për arsye për fatkeqësi që ose i vdiste burri apo gjëra tjera, po si u pranonte. Ose rase sa dush, edhe në fshatin tim. Sa kushton një shtëpi? Këtu në Reps. Shiko tani, unë kam marrë këtë shtëpinë time, shtëpi e vogël. Apartament? Dhome dhe kushin, po apartament. E kam marrë në 96-ën, 1,5 milion lekë. 1,5 milion lekë shtëpinë të. Edhe atëherë mund të merrshë ka pas banesa mjaftueshëm me këtë vlerë. Deri në 2 milion lekë. Të shduh shtret në atëherë? 1,5 milion lekë? Po, shtret se... Po sot për nanën sa e more? Nërsa, edhe për nanën, se ja, nana, ajo është nana ime. Nana shumë majtme. Po. E pas ka majtë mirë baba. Po. Nërsa sot, sot edhe nuk i shesin tani. Por edhe në një që e shet, kur janë sa më
hyrje të reshës edhe I kanë restauruar. Po, paka shumë, sa mund të kushtoj? 20, 25, 30. 30 milion lekë. Po, ndërsa hyrje dyshe 20, 15, 20. Po me qera? Apo s'ka njerëz? Ka, me qera janë të vogla, qera vogël 5-60.000 lekë të vjetra. Ti vetë në çfarë moshe erdhe këtu në Reps? Zef. Unë këtu kam ardhe në 97-ën, që I ka taku kam qenë 22 vjeç. 22 vjeç, a? Po më përpara? Në Atje të Kulla? Po, të Kulla. Jetove 20 vjet ke Kulla? Po, që kur linde? atje I martuar. Ti ke lind në Kull? Po. Nënat ka lind në Kull, Në Kull, po. She. Po. Po Të gjithë mamia, kemi lind ka atje. pas mami që ka ardhë të animoj? Në kohën kur kam lind unë, ja, shaflet. Kohën kur kam lind unë, ja. Nuk ka pasur. Ja. Kur ka lind këto vllai fundit edhe po që I kujtoj edhe unë mamiet që vinin po ama linjet janë kry Në shtëpi. në shtëpi pa praninë e mamies. Po ti e ke pa nanën ta dhe të lind? E kujtoj unë kur ka lind vllai I fundit, e kujtoj linjen e sepse erdhi një grue e kushrinit tim, e vjetër ajo, e vjetër se nana jeme, ka ardhur dhe ka nit aty, atë natë, është kryer lindja, jo se e kemi pa nëse. Sigurisht, po. Por kryer lindja në kushte Të vështira. në banjo. Sepse kulla ime ka pas shtëpi që s'kishin edhe banjo, kishin banjon jashtë, me dërrasa, po shtëpia ime ka qenë kull, e vjetër edhe ka pas banjon Po, mrena. a kishit frikë se nona humbte gjak? Se lindjet s'janë? Po tani ajo e frikshme pa tjetër që po, nuk ishte ajo kulturë. Për të, shu kanë qenë bon, linjet. Sa të fëmijë gjitha. donte baba? Ai sa boni? Sa shpreh me herë, po mjaftushëm ka, besoj se ka qenë I kënaqur. Vërtet, kë ka pas pikë të dobët nga ju? Se më the, ishit sa vlezër? 6 vlezër dhe edhe një motër. Edhe një motër. Kë ka pas pikë dobët? Po tani, ma ka ana për të thënë që duke qenë se unë kam një vazhdimisht Me të? afër. Po. Edhe kam pas interesim. Se gjithkush smuret, do shkojnë në spital, ka nevojë për ilaç, ka nevojë. Jam marrë vazhdimisht me këtë problem të babes. I nimoja edhe në punët e shtëpisë, gjëra kështu. Edhe për këtë arsye, sepse fëmijët janë një lloj Po. për prindin. Po ndoshta më kishte pikë më dopt, nga kjo arsye, sepse Ti sa isha vjeçën? këtu. Si fëmijë? I madhi apo Jo, I treti. I treti, a? Unë jam I treti. Po diferencë, keni pas shumë diferencë moshë? Kemi pak diferencë, sidomos 3 vëllezërit e parë, Po. nga 1 vit e gjys në mes njëri tjetrit. Oh, sa shpejt. Ju që keni rritë si shok, Po, si binjak. masa ne me një farë shputje më të Pak më të madhe. të tjerë të marrë. Emrat si keni pas? Tani, Tipik të zonës. tipik të zonës. Ti Zef. Po, vllai madh Gjin. Gjin. Ka trashëguar emrin e gjyshit. E gjyshit, po. Vllai I dytë, Bardhok. Bardhok. Quajna, nuk kemi pas Nga ndonjë- Bardhok Biba? Jo, veç tani, u vete ka qenë, kur ka lind edhe vazhdimisht, edhe sot, që është, ka qenë I bardhë në ftyrë. Në ftyrë. Edhe ja viznin emrin Bardhok. Bardhok, Aha. nga Tjetër? Mos ai, unë, I Ke qenë ti Zef? po. Luigi, quajnë, Luigi. vllajin pas meje, kam një motër, Flora. Flora. Një emër shumë I përdorë në fakt, edhe Flora. Po, Flora. Është në Greqi kjo me fëmijët e me shumë. Edhe mas Florës vjen është një emër I veçantë, Nël. Nol. Noli. Wow. Nol Doda. Pse Nol? Shumë emër I bukur në fakt. Po, shumë I bukur, Jashtë po masa. shiko që anodhi. Shkon baba për ta regjistruar në gjenjet civile. Po. Edhe donte me ja ngjit emrin Nue. Nue për të trashëguar emrin e agjës vet. Mirë, por në atë kohë këto emrat
qenë fshin nga lista, nuk u pranoshën. Nuk u pranon të mundua? Jo. Okej. Edhe, po aty në gjithë, si t'ja gjithë, kishte blin ideja. Nëll, pra, hajde, për t'ja përngja pak. Nëll. Wow, sa i veçan. Ja, shiko, kush do me u frymëzun qik për në jemër fëmije, mund t'jetë nëll. Kush ka pas më shumë autoritet në shtëpi? Ka pas nëna autoritetin e saj në shtëpi? Shiko, di me thënë që për atë kohë ne jemi rrit fëmijë shumë të lirë. Nuk kemi pas në një... Unë nuk kujtoj të më ketë ra. Nana as baba. Vërtet? Ja. Ja. Ishmi shumë të lirë, shumë të... Këto ishen edhe në punë, vazhdimisht. Baba në punë, nana në punë, ne ishmi kreti ashta. Nuk është që mund të them për lloj autoriteti, jo, po nanën kishmi më në hader, si e thonë, si gjithë fëmijët, gjithmonë. Sepse nana të lante rrobat, pyesja? të pastronte, të lante, të shqipte rrobat. Ti e ke pasur lidhjen e fortë me nënën? Po. Po, kam pas edhe e kam. E ke akoma. Po, gjithë. Një nanë që ka rrit me shumë dashuri edhe fëmijët e vet, po ma me shumë dashuri nipat e mesat. Pa çka se si ka pas këtu, që të gjithë? Po, Se i ka kalu në përdor të vet, shumë. i ka kaluar, ka shkuar, dhe ajo shumë shpesh. Ku jetojnë tani? Jo, se fëmijët e vllajt madh Po? janë rrit aty në fshat. Janë rrit me nanën. Po tani ku? Edhe fëmijët e mi tani janë në Itali. Tani janë të gjithë në Itali, ë? Po. Dhe vetëm ti ke mbetur këtu dhe Noli që më the? Jo, edhe Noli është në Itali. Edhe Noli ka shkuar në Itali? Po. Ah, mendova se ishte në Tiranë, nga që më the. Jo, Zhvendos në Tiranë. vllai i dytë është në Tiranë. Vllai i dytë është në Tiranë. Me familje, me... E ke menduar emigracionin? Të them të drejtën, unë ndoshta duke qenë vazhdimisht marrëdhënie pune. Kam punu me elektrikun 25 vite. Çfarë ke bërë aty? Elektricist. Elektricist, ë? Elektricist zonave. Të gjithë zonat gjithë fshatrat e kësaj zone unë i kam kaluar. Puna e tillë. Edhe në kam, masani me vonë sajove një motor, vllai ma solli nga Italia edhe atë. Motorin, ë? Po, Dhe me para 25 viteve kam punu emigracionin? emigracionin, ja, fare. Nuk e mendove asnjëherë. Nuk e mendova, duke qenë se isha në marrëdhënie pune. Mo dukte, nuk di si të them, nuk e kam pas edhe kështu, ndonjë motiv emigracionin. Po fëmijët kanë pas thënë, bab, pse Jo, nuk shkojmë jashtë? jo. Kush e menonte se do vije? Unë e mendosha gjithnjë që gjërat do vinë një hap më përpara. Jo që do bëje hap mrapa me këto të zbrazën zonat të... Unë se kam konceptuar dhe shumë si unë. Se, po unë tani ju them vëllezërve shumë, jo pas ki bëha mirë që hikt. Je penduar? Po, Je penduar, ë? po. Unë tani nuk e preferoj nuk e preferoj edhe Tiranën. Jo se nuk e preferoj. Edhe e lakmoj edhe. Po, që do bëj? Që do bëj në Tiranën tani? Nuk integro, nuk adoptohesh dot. Pas kësaj moshe. Lere ma në emigrim. Unë nështë do të më gjenje edhe mungi punë, se do të detyrohem ti bashkan gjithën djalit e vajzës e... E mendon që mund të detyrohesh Po e të shkosh aty? mendoj, veç për arsye të fëmijëve. Për të mos ju ngel... Unë e llogari, si që kam llogaritur për babën time, për nanën e... duke i pas marake, duke... Ashtu kanë edhe fëmijët e mi marak tani për babin e vet e mamën e. Po. Edhe në qoftë se të thonë ata, bab s'na ke lënë asnjë gjë, thuj, ju kam dhënë genet. Kur fillove të mirë ti? Unë ju them fëmijëve
lumë si ju edhe e vlerësojnë edhe ato. Të gjithë, edhe fëmijët e mi, po edhe fëmijët e vëllezërve, që janë rritë me gjysh edhe me gjyshi. Me dashurinë e gjyshit e gjyshi, a gjë e madhe është shumë. Po. Edhe kjo është vlera më e madhe për ata. Gjë që unë nuk do e gëzoj si të them unë. Nuk e ndjej, sepse më është shtu djalimin e vajzë, tani, atje në Itali, unë akoma s'kam shku me pa. Ajo do rritet larg, gjyshit larg. Nuk është ajo... Po emrin, si ja ka vendos djali? Olivia. Olivia. Po. Pse ke vendos këtë kështu me karrige? Për qef? Ato po më vinë shok në një, rrime në një shok me në një. Me njerëzit e familjes. Kur e bëre biznesin? Kur hape dyqanin? U detyrova e hapa dyqanin, nuk kisha në ide fare. E tregtini shumë, nuk e menoja. Nuk e ke pëlqyer tregti? Po nuk e menoja, se nuk e menoja. Mirë po ngela pa punë. Kur e mori elektrikun Qezi shpërndarja, unë isha në një pozicion pune me arktime. Edhe këta u shkurtuan të vend e pune. Ndoshta ndikoj edhe kjo, që të thakë unë kisha binjet jo antar i në një partije. Po, isha me binjet majta, edhe jam. Të parin me kanë hesh nga puna, ishte drejtori, ishte PD-ja në pushtet. Edhe ngella pa punë pas që kisha punu 20 vite. Nuk e mendoja asnjëherë që do rrihet pa punë? Po nuk e mendoja, sepse ishte profesione, nuk ishte një punë, as nuk ishte pozicion politik. Çfarë justifikimit dha? Shkurtimet vendit punës. Nuk u realizuaj, edhe atëherë u detyrova dhe kam ngritë qëtë objekt këtu. Me leje këtu të komunës, me dokumentacione, me projekte, me gjitha. Si është i shesësh 150 banorëve? Se nuk e shumë. Janë edhe dyqanet e tjera si unë. Vërtet, pas ke konkurrencë. Po tani unë rri sepse nuk kam në një hall të madh. Nevojë kena për të pas një vlerë monetare. Po në një hall nuk kam për arsye se unë fëmijët i kam rrit, i kam shkolluar, edhe tani kanë marrë drejtimin e vet. Kanë 10 vjet edhe. Unë vetë marrë një pension. Masa ne këtu qartë dali. Qartë dali tepër, a? Del në herë me humbje? Po del me humbje, sot. E kompensoj me atë lek pensioni që marrë. Me lek të pensionit, me u të qitin këtu. Pse se more me ndërtim? Thënë që ndërtimi ka lek. Po këtu qa do bëhe, unë e kam profesionin elektricist. Këtu s'ka punime, s'ka investime. Se me qenë do punëja. Hidrocentrale. Po, hidrocentrale. Ato janë tjetër, në kohën kur janë bënë këto, në kam qenë punë, kam qenë mardhanje pune. Po. Tani është edhe mosha, tani së të merë kush më. Bëj shaka. Po mund isha bëj investitor strategjik. E ke ndjekur pakës protestën? Po. Protestën për Zvërnecin? E kam ndjek, po e kam ndjek edhe sot e pash në mëngjes, e pash reagimet e ku. Kjo është protest. Pse? Po. Kjo është protest. E lamë se ndoshta njëherë Edi Rama qërë ka njësë për ta bo e ka bo. Edhe ka thënë se kjo do bëhet. Para ma protest, kjo protest, tamam protest populore.
duhet shkon dhe qeveria. Nuk e shkon Sali Berisha me 100-200 militant partije. Nuk bën ajo. Kjo po. Kjo protest. Me të ri, jo me probleme politike, jo me... Para ma me kërkut, masani se sa drejt mund të kenë aty, se si mund të zgjidhet aty kjo tjetër. Të frymëzoj kjo si protest? Si protest, po si. Të frymëzoj si qytetar? Absolutisht po. Po kishe qenë në Tiranë dhe kishe dalë në protest? Si s'do kisha dalë? Edhe pse beson të Edi Rama? Por unë nuk jam, unë jam thjesht një simpatizant. Patjetër. Por ama për gjëra kështu, si. Ajo është një si i tërheq zvarr protestuesin. Si bëhet ajo rrethim me tela me gjëmba se as burgu i spaqit nuk e ka pas. Pse bëhet ajo? Ajo është e krijon një ndjenjë negative, kush do që ta shohje, kush do që ta. Edhe të nxit mos e di. Ke qenë herë në Zvernec, Zef? Jo, asnjëherë. Jo. Është shumë vend i bukur. Aty duket kështu si zonë jo e banuar, është taranishte, është. Po tani mund të jenë toka, nëse ato i kanë pronat vetat, është shumë e drejtë kërkesa atyre. Edhe investimi zbesoj që mund të ketë, edhe ka që duhen me ndalu investimet. Po ama, tokat që dëmë shpërblet, si mas... si tjetë ligji, si tjetë kategoria e tokës, e vendit. Të vjen keq që nuk e protestuar asnjëherë? Shiko, për protestat edhe undshme nuk më vjen keq, që s'kam marrë pjesë. S'jam natyre e dhunës. Për protesta si kjo, e këtyre të rive e atësaj zone, po, jam i gatshëm. Pa dhunë. Me qytetarit? Po. Ku ke qenë ti kur ka ardhur demokracia? Në 90-ën? Këtu kam qenë. Në 90-ën, unë me elektrikun kam fillu punë në 92-shin. Pra mbas demokracisë? Po. Mbas rënies sistemit? Deri në atë kohë kam punuar atje në Spaq, te minjera. A ke punuar në minjerë Spaqit? Po. Kam punuar pas ushtrisë një 7 vite. Kam punuar aty. Wow. Masani kam kalu me elektrikun këtu. Si ishte të punoje në minjerë Spaqit? Unë vetë, nuk është se kam punu vetë, po unë jam fot në çdo galeri, edhe në çdo front pune. Ka pas të dënuar aty. Kam punu të dënuarit kryesisht. Okej. Ti vetëm ke monitoruar? Po. Mban mend ndonjë histori? Po. Një histori që më ka ngel në kujtesë. Një i dënuar, emrin nuk ja kujtoj dot. E di që ka qenë nga Dibra. Si duket, ky ishte keq trajtuar aty në frontin e punës. Edhe kishte arrit. Ishte një vendroje e ushtarëve, vendroje ishte 5 metra e nalt mbi. Edhe mirë pa aty gjatë ditës nuk rrite ushtar, gjatë ditës. Veç kur kishte pushim kampi, se ushtarët të ishën të vendosur rreth e rrotull. Ky tani, në formë jo vetëm thjesht demonstrative, por për të marrë vendim, për të flijue vetë, kishte shku hyp në të vendrojen e ushtarit, edhe aty afër kalon të linja e tensionit të mesëm. Edhe ky tenton të tani me u hedh në telat. I kishte afër. Në telat e edhe unë kam qenë, edhe unë kam kaluar rastësisht, isha tu kaluar rastësisht aty si për e shof këtë.
Ishën mbledh do police, tjerë të i bon thirrje. Zbrite. S'kishte besim. Nuk e di se nga e krijoja të besim ai, e kam thirrun. Kam beson original. Më beson mu edhe më ka po njëherë. Po tha po. Hajde pra. Je në besën time për gjithë shka. Edhe ka zbrit. Ka zbrit edhe e kam marrë fotokraun, e kam marrë edhe e kam shoh, kam dorëzu ke reporti, ke drejtoria e kompit. Po pse do të kryente vetë vrasje? Nuk e di ma sa ne ma gjatë, ndoshta nga kushtet e vështira, punës, ndoshta në i trajtimi i kesh. Kanë qenë trajtu kesh edhe me njëri tjetrin, të dënuarit. Kanë pas probleme edhe me njëri tjetrin. Arrahje, forma nga, ndoshta s'ishte nga dhuna e policisë. Nuk e di. E kuptoj. Kë ke patur në galeri? Mban mend? Në një nga të burgosurit? Ja. Maj men këta të dënuar politik, maj men ata kanë qenë inxhiniera, kanë qenë profesora, kanë qenë... Ka mban mend ndonjë? Po maj men ka qenë një nga Korça, një Angel Fidani. Nuk e besoj se mund t'jetoje. Ka qenë një motorist edhe kën nga Korça. Koço Papa. Koçi Papa. Kështu e ka pas emrin. Ka qenë një astrit, një agjistator, Tiranas më duket. Djali mirë shumë. Flisje me ta? Ka qenë një kujtim elektricist, Tiranas. Baj fjallë, ato ishe njerëz me nivel, ishe njerëz të... Flisje me ta, komunikoje do të, apo e palmundur? E lejuar nuk ishte. Nuk ishte. Po, por, komunikoshmi. Ishin kushtet vështira brenda? Komunikoshmi, mërna... Po, jo. Ishin kushtet vështira brenda minierës së Spaçit? Nuk kanë qenë, shiko, miniera së Spaçit nuk ka pas shumë aksidente me vdekje për arsye të sigurimit teknik, dhe më thënë për shkelje të rregullave të sigurimit teknik. Çdo gjë unë ishte me rregull. Nga ana teknike? Nga ana teknike, s'baj fjalë. Ka ndodhur, por kryesisht ndoshta nga pakujdesia e vetë punonësit apo se në një rast krejt i rrallë, por bileson nuk kujtoj. Çfarë ndodhi ditën që ra komunizmi? Ku ke qenë ti? Po ku e meno atë njëri, ne kemi qenë... Shikora, di si kanë qenë ban njerëzit si roboti. Nuk ke imagjinoshmi se mund të ketë mënyrë tjetër qeverisje, formë tjetër jete. Këtu unë i kam pa me syte e mi, kur ka vdek Enver Hoxha, të qa njerëzit, të vajtut në mënyrë, sepse vdishen veri edhe marrë gjithë shka. Për edhe kur u ndrua sistemi... Në Blinishtë, duke qarë njerëzit për Enverin, ha? Pore! Ti vetë qave? Ja. Ja? Ja, për nërë, ja. Ja. Po pse, mos të thanë gjë? Pse nuk qave? Ja, se ishte, po flasë nga ignoranca. Në atë kohë, duke çuditshme që të qanin për Enver Hoxhën? Jo se mu dukte në i gjë çudim, sepse faktra ishmi bon si roboti. Besonin çdo gjë. Vetëm te ai edhe s'ka tjetër. Edhe kur u ndrua sistemi, për momentin do çfarë do bëhet? Si do? Ajo miru bon që e erdhi koha për të ndrua sistemi, po këtu morë për smrapsht. Gjitha ajo pasuri që ka qenë, këtu ka qenë fabrika me 2 seksione. E shimen, e moren materiale me elektromotora, me
pajisjen nga më të ndryshme të shumë dhe i qonë për shkap, vend që tu administronin mirë. I mori privati, i mori njerëz pa do të administrat e shteti pasurinë. Qa ka pasë ndjerë minjera Spaqit edhe kjo minjera tu? Po, këto vetëm bakër, edhe e Spaqit bakër, pirit edhe bakër. Thonë që ka edhe florit? Po masoni janë në produkte, janë po, nga bakër, ka pas përqinin e floririt, e ka pas, po, kjo këtu ka qenë e varfër. Nuk ka pas, është fërdzo pak ko, jo është një minjere këtu, këtu në këte mali këtu sipër. është shfrytzuar. Ndërsa ajo e afër burgut? Spaqit ka pas përqindje të lartë dhe atje gurthi sipër. Vazhdon akoma. Përqindje të lartë bakri, a? Po, edhe bakri edhe flori. Bakri, argjente, ishin masanin, por këto ka me t'i shpjegue mërëse da rish me marrë këtë personin. Ai t'i jep me detaje. Në thuaj vendin më të largët ku ke qenë zef këtu për t'rregullu shtyllat. Në Fan. Në Fan? Në Fan. Në Domxhën të Fanit. Ka që them? Më larg. Edhe që jam befasu, edhe që jam përnu edhe masane, se unë e kam lënë para kohe, lash punën para kohe. Me qunë për shërbim në një fshat të Fanit Kornaj, quhet ajo. Edhe kur kam shku atje, kam pa kabinën elektrike, e shemun komplet. Edhe e rrethume me ca ferra. Po. Kalonte 6 mishi tensioni mesëm. 6 mishi hynte në transformator, kaq ishte në sipërfaqe me tokën. Atje po loshin do fëmi. Kishen lopët, aty edhe loshin do fëmi në një fushë. Edhe kam batë ka ato fëmijët aty. Pse losni këto? Po këto, këto. A dini që rreziku është aty? Fëmijë ishin ata. Edhe ju kam thënë kështu, një gjani. Edhe nëse lopa tenton, e shkon e futet atje, ju mos ta kaloni këtë pjesë, sepse ndodh më e keqja. Aty jam unë shosha në burg njëherë, po të ndodhte diçka. Po si ka mundësi, e kishin prish gjithë kabinën Po ka qenë shem, pse amortizoheshin në kohën e kooperativës, amortizohu Po në muret. kolegët të ka vdekur? Po, Ka vdekur, a? po, aksidentua dhe vdek. Po. Ku? Në cilën zonë? Atje në Fan. Në Fan, Në Fan ka vdek një kolegë jonë dhe elektricisti i Mirfield. Si ka mundësi? Edhe ai vdiq sa po doli në pension. Wow. Doli në pension edhe po bën një riparim linje atje, morën si specialist. Ashtu aty ngelin korrent. Nuk e di forma se si. Ka pa kujdesia me takimit linjeve të në stacionit. Po edhe atje në Fan që u aksidentua tamam, kolegi imi që punosha me të. Edhe ajo aksidentua është sot i pa aftë. Po u shpëtoj. Mirë, po me damtime të ndaja. E kuptoj. Të pari këthyshme. Po. Pari kuperushme. Me dedën të ka personifiku të? Është e vërtet ajo jeta e elektricisit ashtu? Unë kam përjetu disa herë në Borë në Akull. Ja, zakonisht e vështirë, natën. Unë kam dalë natën në rësirë, për të, se nuk ka rrishe me da gjë tjetër, natën. Përveç se të ndashe mos të lije komplet zonën në rësirë, po të ndashe ku është defekti. Hap një zonë, një fshat,
Provoje, po që së majti fidri, atëherë defekti është këdejmë këtë anë edhe mërshën pjesa tjetër. Edhe në këtë formë kam pas me 10 raste. Në këtë formë. Sa veta shkonin? Natën, në përshin, në përbor, në përshi dhe në përbor. Vetëm kam pat. Vetëm, pjesën më të madhe vetëm. Po nuk ishe frikë? Edhe rregulloria nuk ta lejon në fakt. Nuk ishe frikë? Po tani frikë i merr shamasat unë për në lidhje me për mos me rënë tension. Merr shamasat. Edhe pra një s'kisha frikë. Vishë kisha vështërsi. Po. Po, banorët e fshatit të ndihmonin? Të ka pas ndihmu? Ndihmonin, po. Kur e ke bërë punën e parë si elektricist? Sa vjeç ishe? Punën e parë si elektricist kam qenë në moshën 29 vjeç. Ku të çon? Këtu. Këtu në Reps? Në Reps. Këtu edhe kam pas një... se vine ndryshojnë gjërat. Kanë pas matësa elektrik. Një periudhë kohë para se me filluan, po kur kam fillu punën, matësat elektrik kanë qenë marrën për korridoret e shtëpive, të familjeve. Do shkosh i ti të rokis që ati tjetrit në derë. Të tregonte se sa kishte harxhu, ë? Dikush e hapte derën, dikush se hapte. Ishte. Videj shumë energji elektrike. Po tani kushtet ekonomike, këto gjëra vetëm i rregullon ekonomia. Atëherë kishte kontrolle, kishte sa duhet, ngrit policia elektrike. Çfarë mendon sot për elektricistët që bashkëpunojnë me këto shtëpitë e barit? Ishte pa pranueshme. Unë ka 5-6 vite që jam tërheqë, nuk punoj. Pra, shtëpitë e barit kanë funksionuar dhe kur kam qenë unë në punë. Kam pasion dhe në atë kohë? Vilës tani ka ma pak. Unë nuk e nifsha. Qa ishte shtëpia e barit? Shashin. Nuk e nif. Unë tani kur i kam pa, jo, edhe tani s'është se e kam prek. Kur e kam pa në për kamerë, në për video. Mendoja me vete, po e kam pa këtë bimon në filën vend. Vërtet, a? Po duke një defektet e energjisë elektrike në për fshatra, në zonat të sipër. E shikoja atë si Shikoja, po ti se kuptoja që ishte shash. bukur, do më thonë bime bukur, ku e shneshme, po nuk, edhe shëshirë që se kam ditë. Dhe shëshirë që... Po nuk të ka dalë unë edhe po ta kisha ditë se... absolutisht nuk da... Edhe sot më mbjen kesh kur një gjej se... kur një gjej se o borgas, një djala, një ashtu duke kultivua shashin. Kesh më vjen për ta. Sepse nga arsyet ekonomike, nga s'ka mundësi tjetër edhe... të ke fundit nuk është... të bënë i krim në një... edhe ka mund të madhë me sa më kanë thënë. Ka mund të madhe? Po do shërbim t'ja është zakon që ma. Ajo. Mendoj që duhet legalizohet? Unë e di që është ligjëruar kjo. Këtu tek ne jo, në disa vende? Po, tek ne jo. Po tani kjo është, e përdor mjekësia. Është një diçka që ndihmon. Përdor vajin e kanabisit. Që ndihmon shnetin e kanabisit, po. Edhe pse mos bëhet e kontrolluar. Do kishe shita shashtit e dyqani jo? Jo. Të regoj një rast. Të regoza. Ishte ardhë një radhë një, edhe ishte fmi shkolle këtu. Po. Edhe jam i sigur që e fmija nuk dinte se qarë kishte në qantë. Edhe kishte ardhë këtu, të dyqani ishte gruja në ato momente.
Edhe kishte thënë gruas se ta la këtë çantën. Po mëna e marrë kur të kthej nga shkolla. Po. Edhe kishte marrë foto këtu mëna. Erdhëm nëse pak kohë, u futa mëna, po më vitë një aromë. E rëndë, e çuditshme. E veçantë, e çuditshme. Çfarë është kjo tani, çfarë? Edhe po shikoja unë. E shofa qesën aty, i thom gruas, po kjo qese e ka lënë një djalë, tha. Ju afrova qesës, aty ishte mbështjellë në shumë. Ju afrova, ishte aroma. Edhe e kam marrë nga aty, mëna e kam nxjerrë, s'ka që ajo ka rria aty. E kam nxjerrë, e kam lënë diku, që aty. I afrova i diçka që mos të... Edhe më vonë vjen ai djali. E pyeta? Ja. Se pyeta? Ja. Erdhë fotot e mëna, tha, o gjagji e zëp, tha, kam lënë një qese këtu. Po i thash e ke jashtë. Edhe kur i kam thënë e ke jashtë, është. Më pingi komplet. Deri atëherë nuk e dija se mund t'ishte i vetëdijshëm, ndoshta edhe e ka marrë e ka hik. E kuptoj. Pra, është fatale për dorë, jo se e kam pa të djalë, nësa një kanë hike shumë, po edhe këtu, sa fëmi ka, sa kanë përdorë në shafin, është fatale për fëmijët, për djemtë e rije. Çfarë mendon ti Zef për që është mëkati më i madh i njeriut? Qa të them unë tani, ne si krahin janë ma me vlerë kemi besën. Për që nërësh besnik ati tjetëri. Edhe mendoj që mëkati më i madh ky është, nëse abuzon me mirësin, me mirësjelljen e atij tjetrit, me besën. Los ma sa ne ka dhe gjëra të tjera, ka. Ka humbur besën? E ka më shqiptari besën? Se do qoftë, ta krahasosh ndoshta me vene tjera. Shqiptari ne kemi njerëzit, unë kam vëllezër, kam qenë në emigrim. Edhe janë më të besës se sa ne këtu. Ato të emigrimit. Të emigrimit. E ndjejnë ma tepër. Ndash atlletarin, po edhe besnikërin edhe. Ndoshta këtu ani edhe koha kjo kapitalizmi e ban njeriun se thonë tenton veç ke pasuria, dhe i harron do gjëra, i harrojmë, i kemi harru. I kemi lënë pas dore. Ka pas vëllojmë një shprehje. E kam një gjuhë disa herë. Thonte që fati madh që u hapen kufit. Edhe iken njerëzit sepse nuk do t'jetonin dot këtu. Edhe tani me thënë që do t'ishte anë pozitive ose do t'ishte një anë e mirë ose një mësim i mirë që t'u riktheshen. Kjo do ishte e mirë, të baten një thirrje, të bashin investime, të popullohen zonat e braktisura. Do ishte shumë gjë pozitive. Po prapë nuk mund t'ja sugjeroj shkuj. Se është personale? Është personale edhe nuk jeton dot këtu në këto zona. Paktën kënej në zonat tona veriore. Është e vështirë, a? Është e vështirë. Është e vështirë ta thash për thënien e babës. Ti vetë çfarë do kishe bërë ndryshe përveç se të shkoje në emigrim? Ma the, atë edhe mund t'je shpenduar pa, që se emigrova. Po mirë, ja zëm se do shkoje në emigrim. Ku do kishe shkuar? Jo në Itali? Apo në Itali? Ke pas në i vënd tjetër qef? Ja. Unë s'kam pas qef, as s'kam pas objektiv, asnjë. Ti repsi se ndro me asgjë, po
nuk e ndëroj se s'kam mundësi. Jo se... Se këto... Po kishe gjetur një gru tjetër, një gru italiane, ishe martu. I kishe bë letrat. Bajnë edhe sot e. Si e një e bashkëshortë? Po, ta marrë në kushtet të asaj kohe, që jo me shkosi, jo me... Me dashuri, e? Me orientim, po. Po me dashuri? Kjo pati po. Bravo. Po. Kjo pati fillu punë atje në kooperativën e Blinishtit. Sa diferencë keni pas? 5 vite. Keni qenë afër me njëri tjetër? Po. Edhe me mosh, por edhe si terren. Kjo këtu nga Spaçi, unë nga Blinishti. Edhe po atje në punë në kooperativën e Blinishtit, atje e kam njoftë. Kur e kanë sjellë në punë, atje kisha vajnun magazinier kooperative në të kohë. Ai ma së gjëroj edhe fillu më njohjet më sa ne edhe. Edhe kështu kryot familjen tërë? Po. Fëmijë, më the, sa keni? Kam një djalë edhe një vajzë. Edhe një vajzë, 2 fëmijë. 2 fëmijë. I paqme jetë. Faleminderit. Ti e mendon që e ke përmbushur atë vizionin tënd familjar? Për një gjë jam i kënaqur, edhe nuk jam pishman se nuk kam hik në emigrim. Kam ba një jetë familjare që do t'jem... Jam i kënaqur edhe do t'jem i kënaqur. Dhe jesh i kënaqur gjithmonë, se kjo është gjë e mirë, që të mos... Kam bërë jetë familjare. I kam rrit fëmijët, i kam shkollu fëmijët, i kam martu, gjithmonë në prani të pa u shput asnjëherë. Jetë familjare të rregullt. Po çfarë mendon ti që e mbajti të shëndetshme marrëdhënien tënde me bashkëshorten? Po tani janë edhe ndikojnë traditat, ndikon kur ke babën, kur ke nanën, kur ke vëllezër, atë mdoj së vetën. Sepse Këshillojnë, Këtë sa gënjejnë njerëzit se jo, e kam kalu gjithmonë, tërkohen mirë me nusin, me gruan. Absolutisht, Renate, sidomos në zonat tona. Është e pashmangshme që do të debatosh, mirë po, por mos më arrit në gjëra ekstreme. Ndikon baba, ndikon nana, ndikon vllai madh. Unë kam vllajën e madh. Ai të ka këshilluar shumë, Vllajën e madh. Ke pas një moment, vetëm mua. Ke pas një moment Zef ke thonë, si e quajnë gru? Shpresa. Do ta ndaj shpresën. Jo. Jo. Se ke menduar si? Jo. Nuk shkon mendimi deri këtu, thoj. Asi që koje deri aty, mos anej. Shkon gati në bëhet realitet, mos anej. Po çfarë s'ka, se kjo është e bukur, çfarë për shkakun ka kërkuar shpresa ta ndryshosh ti? Kur ke qenë i ri? Jo. Asgjë, keni pranuar njëri tjetrin siç keni qenë gjithmonë. Nuk, absolutisht nuk kam ndonjë. Edhe se s'kam... Po, folëm ndonjëherë që nuk lëvizëm nga këtu. Ngelem këtu, kur kishmi fëmijët në shkollë. Edhe vetën ndjeshon. Ishte në shtëpi me qira, pa kushte, pa... Po dhe... E ndjeka se kishën nevojë fëmijët për praninë e... Çfarë bëjnë gratë gabim ndonjëherë, që ja këshillove dhe djalit? Po tani... Gjithkush gabon. Nuk ka se gabon burri, gabon edhe gruaja, Patjetër, gabon... sigurisht, po. Po, nana do t'jetë edhe janë. Janë të kujdesme. Por në një moment që ashtu sidomos se baballarët vajzën
kanë më... Kanë pikë të dobët. Edhe ndoshta kur e kam më shumë në i herë që ka reagu ndaj vajzës, kam reagu edhe unë. E ke dalë në mbrojtje, vajzës? Pa tjetër, po. Pse ka qenë më e rrept shpresa me fillin? Po është nana me vajzën, është më e rrept. Sa vjeç janë fëmijët, dhe si ja u përvendos emra? Djalin e quajnë Viktor, ndërsa vajzën Valentina. Valentina. Të dy me vë? Po. Viktor dhe Valentina. Zef, e di që u knaqja shumë që e bëm këtë biseden, e kishe me merak të Flor, po që do flasim në bashkë, unë jam njeri i thjesht. Po këto më duhe dhe mua, intervistat me njerëzit e thjesht. Falenderit. Edhe unë të falenderoj shumë. Edhe të uroj jetë të gjatë, po që do urimin tim ti ke genet. Falenderit. Edhe dhe jetë një kujtimi bukur në fakt kjo intervista jo. Edhe unë do... Edhe për besën, si kishte besa emrin? Olivia. Edhe për Olivia, kur të rritet ajo, do shoj gjyshin intervist. Po. Çfarë do t'i thoje ti Olivias një këshill që ta mbante ajo më gjithmonë, si gjyshi i saj? Kjo një gjë që më ngelet, nëse nuk do ta arri, që të arrisë edhe vetë mesën time. Të rritet në pranin time edhe të gjyshës. Nuk do kishte nevojë për në i këshill, fëmija, unë veç do u jep fjavurim çdo fëmije, që të rritet përveç babit e mamit vetë. Të rritet në pranin e gjyshës, është vlerë jashtëzakonshme. Do uroja për kado. E uroj dhe unë. Këdo çdo zemër. U knaqa Zef. Falenderit shumë. E mbyll edhe këtë intervistë në Real People. Edhe ju falenderojmë që qëndruat në këtë intervistë tonën të këndshme me Zefin. Zef, Preng, Gjin, Dod, Lesh, Sheri. 6 emrat, i dham 6 brezat. Përshëndesim shumë edhe Viktorin, përshëndesim edhe Valentinën, edhe shpresëm e cila doli nga shtëpia, vetëm për të qëndruar te dyqani. Dajana është nusja e djalit. Dajana, e përshëndesim dhe Dajanën. Shqiptare? Po. Mrekulli. Po. I përshëndesim që të gjithë dhe mbi të gjitha do jetë një intervistë shumë e bukur. Edhe nanën që e pava aty nga balkoni. Po edhe nanën. Edhe nana që emrin e ka? Dila. Emër tipik zone. Po. E përshëndesim shumë fort. Po mbi të gjitha Olivian, e cila kur të rritet do shoh edhe këtë intervistë shumë të bukur me gjyshin. E mbyll miq, mos harroni që të bëni subscribe te kanali YouTube-it Florigjini dhe të më shkruani për historitë tuaja. Për historitë e njerëzve të cilët ju njihni. Ju jeni bërë si rrëfyesit e mi, kudo ku shkoj. Erdha dhe vizitova Repsin, një qytet e vogël, po me njerëz shumë të mirë, ku kur të vini dhe të ndaloni këtu, qoftë edhe për një vizitë tek mini market Doda. Bëni subscribe te kanali. Vazhdojmë me reklamën deri në fund. Takojmë bashkë në episodin e radhës. Gjithë mirat. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Florigjini.